Erlis Mehmeti është personi dyshuar që është vendosur në prangat e policisë së Tiranës lidhur me hetimet që po kryen për zbardhjen e vrasjes së 58 vjeçarit Renato Hoxhaj në Vlorë. Mehmeti me origjinë nga Tropoja është ndaluar pas hetimit të policisë së Vlorës, e cila identifikoi makinën me të cilën lëvizi vrasësi. Rezulton se këtë automjet Mehmeti ja kishte dorëzuar autorit përpara krimit, ndërsa mjetit i ishin ndruar edhe targat. Mehmetit ju sekuestrua edhe një celular që pritet të zbardhë të dhënat për vrasjen e Renato Hoxhajt në Vlorë. Burime nga policia thonë se personi ndaluar nuk ka rolin e ekzekutorit, por e kanë ndihmuar atë të kryejë vrasjen. Vrasja dyshohet se është me pagesë dhe porositur nga Dubai. Kontrolle ka patur edhe në Ksamil, pasi ekzekutori dyshohet jetë larguar jashtë vendit përmes Greqisë. Mësohet se arsye e vrasjes së 58 vjeçarit mund të ketë lidhje me ngjarje të rënda kriminale të ndodhura vite më parë në Vlorë. Automjeti me të cilën lëvizi autori u identifikua nga policia e Vlorës përmes kamerave të sigurisë, ndërsa mjetit ishin ndruar targat dhe ishin të vjedhura. Mësohet se Erlis Mehmetaj u ndalua në Tiranë dhe u sekuestrua edhe telefoni që kishte me vete. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se vrasësi ishte i pajisur me një mask silikon që mbulonte të gjithë fytyrën, kishte vendosur një bark artificial dhe kishte mbajtur mask anti-Covid dhe kapele për të fshehur çdo detaj të identitetit të tij. Policia vijon hetimet në lidhje me këtë ngjarje të rëndë.